Prokuroria ka ngritur akuzë ndaj 10 personave për keqpërdorime në termocentralin në Manastir. Kallëzim penal për ish drejtorin e shtëpisë së shëndetit në Kumanov, dyshohet se ka punësuar në mënyrë të jashtëligjshme 127 persona. Problemet me transportin urban në Shkup, qytetarët presin nga 30 deri 40 minuta të vinë autobuset e linjave 9 dhe 19. E refuzon ofertën e Kurtit për bashkëqeverisje. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku propozon formimin e një qeverie të tranzicionit. Të nderuar shikues, përshëndetje. Prokuroria ka ngritur akuzë kundër 10 personave për keqpërdorime në Rek Manastir. Në mesin e personave të akuzuar për keqpërdorim, 3 janë zyrtar, antar të komisionit të ekspertëve të autorizuar për vlerësimin e ofertave për një prokurim publik. Prokuroria ka dorëzuar gjykatës themelore Manastir propozim për konfiskimin e përfitimit pasuror të fituar në mënyrë të kundërligjshme në shumën prej 2.9 milion eurove, e cila i është paguar personit juridik Rut Kop Import-Export Doel Manastir. Prokuroria Themelore Publike Manastir ka ngritur akt akuzë kundër 7 personave të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale si bashkëpunëtor, keqpërdorimi i pozitës dhe autoriteti zyrtar, me çka kanë dëmtuar buxhetin e shoqërisë aksionare MV 2.9 milion euro. Prokuroria ka ngritur akuza edhe kundër 3 zyrtarëve nga Byroja e Prokurimit Publik, të cilët si bashkëpunëtor në veprën penale punë të pandërgjegjshme në detyrë me mosushtrimin e mbikëqyrjes së duhur, vepruan qartësisht me neglizhencë në ushtrimin e kompetencave dhe detyrave të tyre gjatë kryerjes së kontrollit administrativ të procedurës së prokurimit publik. Në mesin e personave të akuzuar për keqpërdorim, 3 janë zyrtar, antar të komisionit të ekspertëve të autorizuar për vlerësimin e ofertave për një prokurim publik për përgjedhjen e një kompanie për gërmimin e djerrinës së kombinatit të minjerave dhe energjetikës Manastir, të cilët në kundërshtim me ligjin për prokurim publik morën vendim me të cilin në mënyrë të paligjshme eliminuan ofertën e një operatori ekonomik nga vlerësimi i mëtejshëm. Edhe pse kompania paraqiti prova si plotëson të kërkesat e aftësisë teknike dhe profesionale nga dokumentacioni i tenderit, ata sërish vlerësuan provat e tilla si të papranueshme dhe refuzuan ofertën. Sipas prokurorisë, 3 antar të Komisionit për Prokurime Publike për zbatimin e procedurës së hapur për prokurim publik e pranuan këtë mendim të ekspertëve edhe pse ishte në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe në ankandin elektronik i ftuan vetëm 2 operatorë të tjerë ekonomik, të cilët kishin ofruar çmime fillestare më të larta nga kompania e eliminuar. Drejtori i akuzuar i Rek Manastir e pranoi propozimin për përzgjedhjen e ofertës më të vëlidhshme të përmbajtur në raportin e Komisionit për zbatimin e prokurimit publik, edhe pse ai ishte në kundërshtim me dispozitat e ligjit për prokurim publik, dhe më 3 tetor 2022 ai lidhi një marrëveshje për punime eksploruese investuese në minierën Brod të Gënetino dhe Rut Kop Import-Export Doel Manastir në shumë prej 708 milion denar me TVSH. Pastaj, në shtator të vitit 2023, drejtori i lidhi një aneks të kontratës me të cilën e rriti vlerën e prokurimit publik me 20% shtesë ose 120 milion denar, duke vepruar kështu në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik, sepse më parë nuk kreu një analizë shtesë të efektivitetit të kostos dhe nuk siguroi fondet e nevojshme, të cilat sipas dispozitave ligjore duhet të ishin siguruar plotësisht para lidhjes së kontratës. Prokuroria i ka dorëzuar gjykatës themelore Manastir propozim për konfiskimin e përfitimit pasuror të fituar në mënyrë të kundërligjshme në shumën prej mbi 178 milion denarësh apo 2.9 milion euro, e cila i është paguar personit juridik Rut Kop Import-Export Doel Manastir. Ish drejtori i shtëpisë së shëndetit Kumanov ka punësuar në mënyrë të jashtëligjshme 127 persona. Ministria e Punës Brendshme informoi se i akuzuari personave të punësuar u ka paguar 21 milionë 600 mijë denar, duke dëmtuar buxhetin e këtij institucioni.
Sektori i punëve të brendshme Kumanov ka ngritur kallëzim penal kundër F.A, ish drejtor në qendrën shëndetësore Shtëpia e Shëndetit në Kumanov, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale, keqpërdorimi i detyrës dhe autorizimit zyrtar. Njoftoi nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga atje thonë se i akuzuari ka punësuar në mënyrë të jashtëligjshme 127 persona dhe ka dëmtuar buxhetin e institucionit në fjalë për mbi 21 milion denar. I akuzuari si drejtor institucionit publik shëndetësor Shtëpia e Shëndetit Kumanov në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2024 ka lidhur kontratat e paligjshme punësimi dhe ka punësuar persona në institucion pa miratimin paraprag nga Ministria e Shëndetësisë dhe më pas pa marrë pëlqim nga Ministria e Financave, ka punësuar në mënyrë të paligjshme gjithsej 127 persona, duke vepruar në kundërshtim me ligjin për marrëdhëniet e punës dhe kundërshtim me ligjin për transformim në punësim të rregullt të konstatuara nga Inspektorati Shtetëror i Punës. Personave të punësuar i akuzuari u ka paguar në mënyrë të paligjshme paga në një shumë totale prej 21.594.510 denarësh dhe për këtë shumë e ka dëmtuar buxhetin e institucionit publik shëndetësor Shtëpia e Shëndetit Kumanov, thonë nga MPB. Fjala e dhënë, besa, është një nga shtyllat kryesore të kodit të nderit ndër shqiptarët. Me këtë fjali e ka nisur reagimin e tij zëvendës kryeministri Izet Mexhiti, ndërkohë që dje është mbajtur takimi ndërmjet Hristian Mickoskit dhe Arben Taravarit. Kur shkelet fjala e dhënë është thyer buka, e buka që thyhet nuk ngjitet, as me takime të njëpasnjëshme, as me afate një mujore. Kështu shkruan zëvendës kryeministri e njëherët njëri prej liderëve të koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, një ditë pasi Arben Taravari u takua me kryeministrin Hristian Mickoski. Fjala e dhënë besa është një nga shtyllat kryesore të kodit të nderit ndër shqiptar. Besa është besimi, ndershmëria dhe përgjegjësia ndaj fjalës së dhënë. Një njeri që jep besën është lidhur moralisht dhe shpirtërisht për ta mbajtur atë premtim, edhe nëse kjo do t'i kushtoj shumë. Besa nuk është thjesht një zëtim, ajo është një garanci nderi që në historinë ka qenë më e fuqishme se çdo dokument ligjor. Pas trazirave brenda koalicionit qeveritar, kryeministri Mickoski të hënën u takua me Taravarin. Sipas Mickoskit janë dy opsione. Njëra është ajo që ofron kjo qeveri, reforma, ndryshime, rezultate për qytetarët. Opsioni tjetër sipas tij është ai që për më shumë se 2 dekada e kriminalizoi shtetin, i shkatroi institucionet dhe praktikisht e gjunjëzoi shtetin dhe qytetarët, duke shtuar se nuk ka opsion të tretë. Për Mickoskin, bashkëpunimi i Taravarit me BDI është i papranueshëm. Aktualisht Taravari mbetet pjesë e qeverisë, por jo pjesë e koalicionit Vlen, edhe pse ai zyrtarisht nuk e ka kumtuar largimin prej koalicionit. Maqedonia e Veriut do të hyjë në një krizë më të thellë politike nëse nuk mbahen zgjedhjet parakohshme parlamentare. Këtë deklaroi deputeti i Frontit Evropian Sali Murat, i cili foli edhe për zgjedhjet lokale. Ai tha se Fronti Evropian do të garojë me kandidat të përbashkët për kryetar komunash dhe me lista të përbashkëta për këshilltar komunal, duke shtuar se Fronti është i hapur për bashkëpunim me partitë e tjera. Deputeti i Frontit Evropian Salih Murat thosë se Maqedonia e Veriut do të hyjë në një krizë më të thellë politike dhe për këtë arsye ata si koalicion kërkojnë zgjedhje të parakohshme parlamentare që të mbahen bashkë me ato lokale. Sa i përket të zgjedhjeve lokale, Murat tha se Fronti Evropian do të garojë me kandidat të përbashkët për kryetar komunash dhe me lista të përbashkëta për këshilltar komunal, duke shtuar se Fronti është i hapur për bashkëpunim me partitë e tjera, ndërsa tha se ndodhitë e fundit në Vlen kanë dëshmuar se ky koalicion nuk e ka legitimitetin. Kështu ne jemi të hapur, siç thon liderët tanë, për bashkëpunim me të gjithë subjektet në shtetin ton. Me ndodhit në koalicionin Vlen, u dëshmua që ata nuk kanë legitimitet. Ne që thirremi në legitimitet, jemi fitues edhe në zgjedhjet presidenciale, edhe në zgjedhjet parlamentare, kishim 6 deputet më tepër. Ata vendosën koalicion mes Mjeshtrit dhe Qirakut, kështu duket, sepse ata e din. Ja, edhe vet Arben Taravari e pranoi se 70% të votuesve
studentëve nuk kanë besim tek ata, se nuk vlerësohet në radhat e koalicionit. Maqedonia për mua me këtë do të shkojë në krizë politike dhe ne thrasim, janë në zgjedhje të parakohshme, ta shohim kush do të jetë fronti i sinqert. Ndërkaq, pas zëreve në opinion se ka tendencë që disa deputet të opozitës ju bashkon shumicës qeverisës, mor ata se ai është deputet i Frontit Evropian dhe nuk janë të interesuar që me çdo kusht të jenë në qeveri. Kujtojmë se situata politike në vend është e lëkundur, pasi kryetari i Aleancës për Shqiptarët të Arben Taravari është larguar nga koalicioni Vlen, ndërsa edhe pse të hënën u takuan kryeministri Kristian Miskovski dhe Arben Taravari, ende nuk është e ditur se a do të vazhdojë të mbetet në qeveri apo do të largohet. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ka deklaruar sot se përqindja e fluksit të studentëve duhet llogaritet sipas numrit studentëve të regjistruar, jo sipas numrit në konkursin e shpallur. Janevska ka komentuar uljen e numrit të studentëve dhe nëse ata i lënë fakultetet kur shkojnë në shkëmbim jashtë vendit. Ajo deklaroi se përpiqen të japin bursa dhe duke bërë kushte më të mira për studime. Përqindja e fluksit të studentëve duhet të llogaritet sipas numrit të studentëve të regjistruar, jo sipas numrit në konkursin e shpallur. Kështu thot Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke u përgjigjur në pyetjen për uljen e numrit të studentëve dhe nëse ata i lënë fakultetet kur shkojnë në shkëmbim jashtë vendit. Për këtë, ajo shtoi që në përgjithësi përpiqen që ta ulin numrin e studentëve, duke dhënë bursa dhe duke bërë kushte më të mira, meqense kur të shkojnë në shkëmbim, ata nuk mund të mbesin atje. Numrin e fluksit të studentëve duhet ta llogarisim sipas numrit të studentëve të regjistruar, jo sipas numrit në konkursin e shpallur. Pse është bërë në këtë mënyrë më parë, nuk ka fare rëndësi. Tani do ta rregullojmë. Pse nëse vendet e lira janë 20.000, ndërsa regjistrohen vetëm 10.000? Atëherë përqindja e fluksit në krahasim me 10.000 është shumë e ulët sesa kur do ta konsideronim në krahasim me 20.000. Tutje, ajo tha se që të mbahen studentët, po përgatitet një ligj i ri për arsimin e lartë, nga ku parashikohen programe të reja moderne studimore, të cilët sipas saj do t'ju interesojnë studentëve, si dhe planifikohet më shumë punë praktike në institucionet publike dhe në kompani. Për momentin, njëkohësisht thot që po përgatitet edhe konkursi së bashku me sektorin për arsim të lartë. Ndërkaq, siç theksoi rektoria e Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Biljana Angelova, konkursi për regjistrimin e studentëve në vitin e parë për vitin akademik 2025-2026 është miratuar nga rektorati dhe është dorëzuar në Mash. Për më shumë, Angelova thot që në afatin më të shkurt, në qershor, pret që ta kemi konkursin për vitin e ardhshëm. Republika e Maqedonisë Veriut e përfaqësuar nga Ministri për Çështje Evropiane nga sot kryeson me nismën Adriatiko-Joniane dhe strategjinë e Bashkimit Evropian për rajonin Adriatiko-Jonian. Ministri për Çështje Evropiane Orhan Murtezani në ceremoninë e pranim dorëzimit potencoi se integrimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm politike jashtme, por është rrëfimi i një gjenerate, duke potencuar se roli i Maqedonisë Veriut në EUSAIR nuk është vetëm simbolik, por esencial. Për herë të parë nga përfshirja si në strategjinë ashtu edhe në nismën, po marrim rolin e kryesimit dhe kryesuesit. Ky tranzicion i cili pason 5 vjet pas përfshirjes në strategji dhe 7 vjet pas përfshirjes në nismë, është hap përpara i natyrshëm dhe merituar i rrugtimit formësuar nga partneriteti dhe përkushtimit të vazhdueshëm, ka thënë Ministri Murtezani. LSDM-ja ka kritikuar sot pushtetin për rritjen e çmimeve të produkteve elementare ushqimore. Partia opozitare theksoi se ky është rezultati politikave ekonomike vazhdimisht të gabuara të qeverisë. Në anën tjetër, VMRO-DPMN-ja është përgjigjur duke theksuar se LSDM-ja ishte ajo që bëri gjithçka për të rritur çmimet e produkteve, që shkatroi standardin e jetesës qytetarëve dhe e plaçkiti popullin. Përderisa qytetarët përballen çdo ditë me çmime të larta të produkteve ushqimore, pagat e të cilëve nuk mjaftojnë për t'i përballuar këto çmime. Pushteti dhe opozita garojnë se kush është më shumë e kush më pak fajtor për rritjen e çmimeve të produkteve elementare. Nga LSDM sot kanë akuzuar VMRO-DPMN-in se janë fajtori kryesor për rritjen enorme të çmimeve të produkteve ushqimore dhe jo ushqimore. Lolita Ristova nga LSDM thot se qytetarët po përballen me tronditje të
të reja çmimesh në tregje dhe se çmimet janë rritur përsëri pas skadimit të masës së margjës së ngrirë. Ajo theksoi se ky është rezultati politikave ekonomike vazhdimisht të gabuara të qeverisë. Храната и производите. Ushqimet dhe produktet që nuk ishin të kapshme nga qytetarët edhe me marzha të ngrira janë edhe më të shtrenjta sot. Vaji i gatimit është rritur nga 89 në 92 denar. Qumështi është mbi 72 denar, si dhe çmimet e vezëve, mishit, djathit dhe lëngjeve gjithashtu janë rritur. Produktet e higjienës janë bërë më të shtrenjta deri në 60%. Qytetarët kanë gjithnjë e më pak para në xhepat e tyre. Jeta në Maqedoni po bëhet gjithnjë e më e shtrenjtë. Akuzave të LSDM-s i është përgjigjur VMRO DPMN-ja. Ata thonë se LSDM-ja ishte ajo që bëri gjithçka për të rritur çmimet e produkteve, që shkatroi standardin e jetesës së qytetarëve dhe e plaçkiti popullin. Ndërkaq, siç thonë ata, tani po shtiret hipokritisht se është e shqetësuar. Me qenë se LSDM tashmë po i liston produktet dhe çmimet e tyre, do të ishte mirë t'i listonte ato dhe të llogariste se sa janë rritur çmimet e produkteve për të cilat ato e kanë rritur TVSH-n. LSDM mund ta ketë harruar, por LSDM është ajo që gjatë qeverisjes së saj e rriti TVSH-n nga 5 në 10% për rreth 1500 produkte ushqimore dhe pasi rriti çmimin e 1500 produkteve, tani po kërkon me hipokrizi heqjen e saj për rreth 200 produkte, gjë që nuk do të ketë asnjë efekt në çmime. Nga LSDM kërkojnë që qeveria të braktisë menjëherë politikat e dëmshme ekonomike dhe të pranojë propozimet e LSDM-s që sipas tyre do të nënkuptojnë një ulje reale të çmimeve dhe një rritje të pagave. Qytetarët po vazhdojnë të ankohen për mungesën e theksuar të autobuseve, sidomos në linjat 9 dhe 19. Ata ankohen se pritjet janë të gjata, thonë se ndodh që me orë të tëra autobuset privat të mos lëvizin fare në linjën e tyre. Transporti publik mbetet një çështje e pazgjidhur ndër vite. Qytetarët e anketuar nga televizioni Shenja ankohen se janë të detyruar që në stacione të presin mbi gjysmore për shkak të mungesës ose linjave të pakta që sillen nëpër qytet. Në momentin e parë që na pase po i afrohemi, shoferi i autobusit privat filloi tërheqjen nga stacioni duke i lënë qytetarët të presin. Не всяка що трябва да помаглям напуску празен отиде. Викам с изключение. Nuk u ndalë, nuk e di tash edhe a respektohet orari i lëvizjes së autobusave. Është vështirë ne të presim, kemi probleme të vazhdueshme me qarkullimin e autobusave, edhe nuk janë të rregullt. Qytetarët ankohen se pritjet janë të gjata, thonë se ndodh që me orë të tëra autobuset privat të mos lëvizin fare në linjën e tyre. Има со приватните многу проблем. Кога сакат доваѓаат, кога не почитуваат воопшто правилата. Воопшто. Ја би рекол како може 5 седмица редовно, 35-ка редовно, а 9-ка никако. Само државните автобуси доваѓаат, приватните воопшто. Сабајле неколку пати одат во Пладне од 12 до 4 ниеден автобус нема приватен. Hiç kur gjo s'ka, ka ditë 3 saat pretim, ka ditë 3 saat pretim. Kur vajnë 7 për një herë, mëse një 3 saat zvajnë niq. Preče 30 minuta, ima problem sa 19-ka i 9-ka je počesta, no ja nema, a 19-ka katastrofa. Сега моментално съм 20 минути. 5 отидоа нагоре, ни еден назад нема. Për këtë problematik, kërkuan përgjigje nga ndërmarrja publike për transport publik, po edhe nga qyteti i Shkupit, deri në momentin e transmetimit të këtij lajmi, përgjigje nuk morën. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.